Është hapur në Korçë ekspozita e qeramikës nga tradita në modernitet, një aktivitet që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe është ndjekur me interes nga ardashësit vendas dhe vizitorët. Ekspozita vjen si një bashkëpunim i koleksionistit Mirgen Shamlli dhe artizanes së Baltës, Yrmela Kaso, duke sjellë për publikun punime që pasqyrojnë zhvillimin e artit të qeramikës nga rrënjë tradicionale drejt formave moderne. Ka lidhje po me Pashkën dhe me ditën e sotme që është e njëjtja e madhe, ku të gjithë njerëzit blenë baltë, domethënë, që është dhe simboli i jetës. Koleksioni këtu që kemi paraqitur, më mund të themi që janë afërsisht 1200 objekte, fillon nga vitet 30 deri në 90-ën. Domethënë se ky koleksion është një ndërthurje nga periudha e monarkisë, kalon periudhën e komunizmit dhe vazhdojmë dhe në ditët e sotme. Janë të gjitha që kanë zbukuruar shtëpitë e shqiptarëve, janë figurina të ndryshme, vazo lulesh, pjata, objekte sanitare. Të pranishmit patën mundësinë të njihen nga afër me objekte të veçanta artistike, të realizuara me mjeshtëri, ku ndërthuren teknikat e vjetra me qasjet bashkëkohore. Ka transmetuar edhe me botimet e tija, por edhe me ekspozitat e panumërta që ka hapur, artin shqiptar. Sot kemi qeramikën, por po të kruash, po të gërmosh brenda Mirgenit, çfarë nuk gjen. Ekspozita mirëpret ardashësit deri në 12 prill në 2 vendodhje në Korçë, në zonën e Trekëndshit, në rrugën Ilia Trebicka dhe Kiço Drenova, si dhe në ambientet e qendrës së mikpritjes, inovacionit dhe kreativitetit.